Mirë mbrëma të nderuar shikues. Ashtu siç jeni njoftuar të gjithë që gara nga zgjedhjet lokale në komunën e Vrapçishtit, Gostivari dhe dy komuna të tjera nuk përfundoi më 19 tetor për shkak të mospërmbushjes së cenzusit. Prandaj, më 19 janar do të ndodhen zgjedhje të reja edhe në komunën e Vrapçishtit. Ne sonte do të diskutojmë konkretisht me kandidatët cilët garojnë për këtë komunë. Për të kuptuar më detajisht se cili është vizioni dhe cili është programi me të cilin garon kandidati i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe nga Aleanca për Shqiptarët e zotit Sela, zotit Zuli Demiri, ne sonte e kemi të ftuar këtu në studio. Sqaroj publikun që tentativa jon ka qenë për të realizuar një përballje mes kandidatëve që garojnë për komunën e Vrapçishtit, mirë po ka refuzuar zoti Isen Shabani, i cili ka treguar dhe në fakt ka premtuar që do t'i paraqes arsyetimet e tij pse nuk ka pranuar një përballje të këtillë. Prandaj, për të vazhduar tutjen televizioni, pra redaksia e televizionit Shenja ka përgatitur profilin dhe biografinë e kandidatit që mbështetet nga koalicioni Vlen, zotit Zuli Demiri. Regjia nëse është gati. Zulhajrat Demiri ka shpallur kandidaturën si kandidat i pavarur për kryetar të komunës së Vrapçishtit në zgjedhjet lokale. Në këtë garë zgjedhore, kandidatura e tij është përkrahur edhe nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për Shqiptarët e Zjadin Selës. Demiri është figurë publike dhe ish drejtues në sektorin shtetëror të transportit, ku më herët ka ushtruar funksionin e drejtorit përgjithshëm të hekurudhave të Maqedonisë transporti. Në aspektin politik, ai ka qenë i angazhuar në strukturat Aleancës për Shqiptarët, në krahun e udhëhequr nga Zjadin Sela, ndërsa në këtë proces zgjedhor merr pjesë si kandidat i pavarur. Kjo është hera e parë që Zulhajra Demiri garon për postin e kryetarit të komunës së Vrapçishtit. Sipas deklarimeve publike, kandidatura e tij përqendrohet në çështjet të qeverisjes lokale dhe zhvillimit të komunës. Mirëmbrëma zoti Demiri, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë audiencën e juaj. Zoti Demiri, ne përmendëm në hyrje që tentativa jon ka qenë për të realizuar një përballje mes jush dhe kundër kandidatit tuaj, gatishmëria juaj ka qenë evidente, mirë po ka refuzuar kundër kandidati juaj. Si e vlerësoni mungesën e një përballjeje të tillë? Po, njerë ju falenderojmë juve për iniciativën të cilën e keni marrë, që ne të përballim argumentet tona para publikut edhe respektivisht para qytetarëve nga të cilët ne kërkojmë mbështetje, sa për kundër kandidatin të shohim arsyet edhe me siguri ai doja përcjell edhe arsyet, sepse ai nuk është sot prezent, doja lëm në shpjegimet e tija. Ti dëgjojmë. Po. Zoti Demiri, në hyrje, në biografinë tuaj u përmend që keni pasur edhe poste të tjera drejtuese dhe veni me një përvojë nga fusha e udhëheqjes dhe menaxhimit. Megjithatë, çfarë ju shtyu të hyni në këtë garë? Po, realisht unë gjithmonë kam menduar se ne jemi pjesë dhe duhet të jemi pjesë aktive e shoqërisë nga ku vime dhe gravitojme, dhe duke parë nga këndvështrim, mendoj që unë dhe gjithë secili nga ne atë kontributin ton të japim për çështje të ndryshme shoqërore për vendet ku ne jetojmë, qoftë ajo sa një pikë e ujit në oqean, por të paktën të dimë që në situata të rëndësishme se ne nga cila anë jemi për momentet të caktuara. Vlen të theksohet këtu se ka shumë qytetarë të cilët e dojnë këtë komunë, edhe fusha e Pollogut edhe pjesa jone Maqedonisë perëndimore, ju që siç e dini është adresuar në një kohë të gjatë në Mërgat, edhe unë kam qenë dhe jam një farë mërgjimtari sezonal, mirë por pavarësisht kësaj, mua dhe shumë bashkëvendasve tanë, ne fizikisht ndoshta jetojmë dhe veprojmë atje, mirë por zemra na rreh për vendinjen tuaj. Zoti Demiri, në këtë drejtim nga pozitat dhe përvojat tuaja që i keni pasur në këtë postin udhëheqës, cilat janë mësimet që mendoni i keni nxjerrë dhe që do t'ju shërbejnë nëse do ta merrni besimin e qytetarëve? Atëherë përvoja institucionale është një përvojë goxha e madhe e cila na pajis neve
në aspekt profesional dhe unë fillimisht përvoja ime institucionale ka qenë i punësuar në komunën e Vrapçishtit, në sektorin përarsim, pastaj inspektor komunal dhe në një pjesë kam qenë dhe përgjegjës përarsim. Pastaj kam ushtruar edhe pozicione shtetërore në kuadër të Ministrisë e Ekologjisë në vitin 2017-2018, si drejtori planifikimit hapësinor, dhe në fund kam qenë edhe drejtor generali hekurudhave të Maqedonisë. Po, çka keni nxjerrë nga këto përvoja që mendoni se do t'ju shërbejnë në krye të komunës nëse e merrni veç se besimin e qytetarëve? Përvoja në komunë mu më ka dhënë një lloj bindje që njerëzit dhe administratorët e cilët shërbejnë në mënyrë par excellence të duhet të kenë një zot të shtëpi i cili i jep detyra, dhe unë shprehi një mirënjohje për gjithë administratën, sepse është administrata ajo i cila i bën punët, lokomotiva është ajo lokomotiva dhe ata asnjëherë nuk dinë të bëjnë punë punë e cila është në dëm të qytetarëve, por ajo që unë besoj dhe vlerësoj duhet të jetë ai i zoti i shtëpisë, qoftë drejtori ose udhëheqës i ndonjë digasteri, të jetë në bashkëpunim me qytetarët dhe nevojat e qytetarëve të mundet ne që ti kanalizojmë dhe ti urdhërojmë administratën e cila gjithmonë është në shërbim të institucioneve përkatëse ku çdo drejtues udhëheq me atë institucion. U përmendë edhe në hyrje që ju tani garoni si kandidati pavarur, por që gëzoni mbështetje nga koalicioni Vlen dhe nga SHE-ja e zotit Sela. A ka harmoni brenda koalicionit Vlen në komunën e Vrapçishtit, apo janë bërë bashkë për qenë vetëm kundër zotit Arhavari dhe zotit Shabani? Sa i përket strukturave partijake të cilët janë grumbulluar pas kandidaturës time të pavarur, unë edhe në një emision tjetër televiziv i kam shpreh mirënjohje edhe koalicionit Vlen edhe zotit Sela për përkrahjet që na japin, ndërsa sa ju përket strukturave partijake poshtë, unë shoh një harmoni goxha të madhe, dhe më shohin fatmirësisht, unë duhet edhe për këtë i falenderoj se më shohin si një kandidat unifikues të cilat kanë lënë gjyrat e tyre partijake dhe janë radhitur pas një kandidature të cilat është. Por ajo që vlen të theksohet në fund, por jo më pak e rëndësishme, ata që më japin kurajo dhe më japin shtytje për të hetë këtë si proces janë qytetarët me të cilët unë kam dhënë dorë koalicionimi dhe atyre do ju qëndroj besnik derisa ata të vlerësojnë se unë jam i denjë për ta. Po, zoti Demire, megjithatë më 19 tetor u zhvillua një garë në komunën e Vrapçishtit dhe rezultati është i qartë. Pra në anën e koalicionit Vlen kishte një kandidat tjetër dhe kishte arritur të grumbullonte vetëm 456 vota kështu parafërsisht. A peshon vetëm kaq koalicioni Vlen në komunën e Vrapçishtit dhe duke pas parasysh këtë rezultat, a rrezikua që të futeni ju në gara, apo mendoni që mbase koalicioni Vlen peshon më shumë se aq në komunën e Vrapçishtit? Realisht tash nga takimet me qytetarët dhe feedbackun të cilën e marr nga bashkëvendasit tanë, nga bashkëqytetarët dhe ata të cilët gravitojnë në komunën tonë, unë e marr si feedback dhe si frymëzim dhe nga këtu unë ju them që ajo energji pozitive, ai lumi fitores nuk do të ndalet dhe unë jam i sigurt se unë jam fituesi kësaj gare, po kjo do të duhet që të konfirmohet më 19 janar, e cila besoj që do konvertohet ki vullneti qytetarëve në 19 janar me vot. Këtu vlen të theksohet edhe se unë si inkurajim shtesë e kam marrë përsipër se ju ndoshta me siguri jeni të informuar se dhe besoj që qytetarët din të flasin edhe atëherë kur nuk flasin dhe këtu ka një 75% të elektoratit i cili në heshtje votoj me abstenim ose mos arritje të cenzusit dhe nga këtu fillon edhe frymëzimi im dhe ajo që thash se unë jam pra ju po vlerësoni që me 19 tetor nuk ka pasur opsion qytetari i Vrapçishtit dhe tani me futjen tuaj në garë tani kanë opsion.
Unë besoj që jo që kanë opcion, por ata edhe më e kanë vendosur se kush është fituesi dhe unë ju falenderoj gjithë atyre të cilët më përkrahin dhe kam një bindje dhe ju bëj një apel që ne bashkërisht të rindërtojmë një komunë për të cilën ne kemi si obligim moral, por në bashkë rënditje të gjitha programeve bashkë me qytetarin, sepse duam që komunën të mos e bëjmë individ, por komunën të bëjmë çdo qytetar zot të shtëpisë së vet. Zoti Demiri, ju aktualisht jeni opozit në komunën e Vrapçishtit, me gjas jeni banor dhe jetoni në këtë komunë. Megjithatë, çfarë mund na thoni se çfarë nuk është bërë në komunën e Vrapçishtit? Zakonisht nga përvoja e fushatës për zgjedhjet lokale më 19 tetor, ka qenë evidente që pothuajse secili kandidat opozitar ka akuzuar për mungesë të ujit të pishëm, për çështjet e infrastrukturës e për çështje tjera. Do thotë, ju na përshkruani Vrapçishtin sot, do thotë pas 8 viteve udhëheqje nga zoti Isa Shabani, a ka ndryshuar në të mirë apo në të keqe komuna e Vrapçishtit? Po tani kjo pjesë të qenurit aktiv në politikë, sikur dita ditës vjen edhe zbehet, edhe saqë njerëzit edhe votuesit janë të zbehur nga besimi i premtimeve paraelektorale, të cilët janë si gjithmonë vetëm copy-paste dhe dalin me të njëjtat programe, me të njëjta zhvillime, dhe unë besoj që ne këta programe të mos i marrim të inkorporuara nga zyrat, por ne të dalim dhe të harmonizojmë me qytetarët. Sa i përket komunës së Vrapçishtit, ne nuk mund t'i mohojmë se janë bërë disa punë, mirë, por a ka të lashe, goxha ka të lashe. Në qoftë se do i ndajmë, është turp që ne të dalim në shekullin 21 dhe të japim premtime ende për ujin e pishëm edhe për rrjetet e ujësirësit. Në qoftë se doni më detajisht, unë kam më thënë prej qytetarëve të cilët, sepse ne jemi në teren dhe e bashkëndjejmë në mënyrë direkte problematikat e hallet të gjithë qytetarëve, sepse edhe ne i kemi ata. Në komunën e Vrapçishtit, në aspekt ujit të pishëm, ne e kemi në fshatin Gradec. Në sezonin e verës, kur pjesa e Mërgatës janë prezent këtu, ne kemi një reduktim të ujit të pishëm nga ora 12 deri në orën 17 pasdite. Kjo vjen si rezultati asaj që ne nuk ka mundur për 2 mandate ne të sigurojmë ujë për pije, dhe kur bëhet gjendja alarmante dhe pasi që, si me thënë, bëhet e pa përballueshme, kryetari i komunës ka një zgjedhje kreative të cilën vet e ka shpikur, dhe ajo është që mund të llogaritet edhe si investimi vetëm për fshatin Gradec, sa i përket çështjes së ujit të pishëm, se një gip vendoset tek liqeni apo atje, siç i thonë me fjalorin në vokabularin ton, te gipi dhe sigurohet uji i pishëm, mirë por pa transparencë, që nuk u tregohet qytetarëve që ai uji prej bazenit i cili inkuadrohet në gipat edhe në rrjetin e ujësirësit është jo i pishëm dhe është në dëm të qytetarëve. Unë kam edhe një dokumentacion këtu nga institucioni i shëndetit publik, i cili ka dalë me një konstatim për ujin e fshatit Gradec, i cili nuk është i pishëm. Këtë problematike kemi edhe në Vrapçisht. Në Vrapçisht për 2 mandate në për rrjetet sociale shohim një eskavator i cili punon në mënyrë të vazhdueshme, mirë, por 2 mandate kaluan, ai projekti i ujësirësit nuk është i realizuar, edhe atje ka burime dhe sasi të ujit, mirë, por me të njëjtën mënyrë, siç e thash, në fshatin Gradec sigurohet ujë i cili nuk është i pishëm, duke mos e anashkaluar fshatin Dobridol. Ja para një jave ne patëm një situatë alarmante ku pat një defekt të ujit të pishëm dhe me vetë iniciativë të qytetarëve ata e sajuan atë si problematik. Dore e qytetarëve gjithmonë është aty, duke mos e përmendur edhe analizat e fundit të cilët kanë një virus
Eshërja Kolu, nuk jam kompetent për këtë, po aq të dhënat mund t'i merrni nga institucioni publik. Po, zoti Demiri, ju po ngrisni problematik në pyetjen e shtruar se çfarë nuk është bërë në komunën e Vrapçishtit, po theksoni dhe po veçoni një problem që është shumë thelbësor, mungesën e ujit të pijshëm në 3 zona të caktuara që përmendet, pra fshatin Gradec në Vrapçisht dhe në Dobridol, nëse nuk gaboj. Megjithatë, çfarë punë tjera që sipas jush janë dashur të bëhen brenda këtyre 2 mandateve dhe nuk janë bërë? Çka mund të veçoni projekte të tjera të cilat sipas jush nuk janë bërë? Unë se do më lejoni të ndërlidhem edhe të shtoj edhe një fenomen tjetër sa i përket ujit të pijshëm, sa për ironi, ideja do shët ju pyesa Bedin, a e dini se në cilën fshat ne qëndrojmë më mirë në aspektin e rrjetit të ujësjellësit edhe ujit të pijshëm? Jo, zotit. Është fshati Negotin dhe e dini pse? Po. Por ironi të fatit është sepse vetëm fshati Negotin në mirëmbajtjen e ujit edhe ujësjellësit e menaxhon bashkësia lokale dhe vetë qytetarët dhe aty jemi në një gjendje par excellence. Është për tu falenderuar. Më thënë këtë fshat nuk intervenon komuna? Ky fshat e menaxhon vetë dhe në... A ekzistojnë opcione të tilla që fshatrat të pavarësohen nga institucioni komun? Ja, pra, në qoftë se bëjmë dallimin se si e ka menaxhuar komuna këta fshatat të cilat goxha problematika kanë, edhe se si e kanë menaxhuar bashkësia lokale dhe bashkëfshatarët del këtu se ata kanë menaxhuar më mirë se ne dhe unë i përgëzoj për këtë. Do me thonë ju po thoni që... Ka një formulë se mundet. Po, sepse po e dëgjoj për herë të parë këtë fenomen që po ndodh, do thotë në komunën e Vrapçishtit ekziston ky opcion që komuna u thotë qytetarëve që ne kështu e bëjmë punën, nëse ju dini më mirë mund ta bëni edhe vetë. Dhe qytetarët e kanë dëshmuar që në fshatin Negotin e bëjnë më mirë dhe nga këtu duhet të fillojmë se mundet të bëhet edhe më mirë se sa që bëjnë institucionet. Punë të tjera që nuk janë bërë në komunën e Vrapçishtit, zoti Demiri? Po tani të thash unë edhe më sipër se ka disa punë të cilët ne nuk mund të i mohojmë, janë bërë punë, mirë por ne kemi për shembull në fshatin nga ku vi edhe unë, që për 2 mandate ne nuk kemi arritur një rrugë 2 kilometra që ta asfaltojmë dhe ta realizojmë. Është fshati Gradec nga ku vi unë dhe kundër kandidati im, dhe rruga është rruga e Hanit e cila ka ngelur në gjisë, është bërë një investim kapital mirë, por 2 mandate u deshtën që ajo rrugë të mos përfundohet. Tani është përfunduar ajo rrugë? Jo, ende është në gjisë të projektit edhe do duhet të shifet sepse nuk ka përfunduar dhe ku është pjesa e problematikës. Dakor. Zoti Demiri, megjithatë, ju po garoni për ta fituar pozitën e kryetarit të partisë. Nga kjo, ju mesjera shpërmendet që plan programi duhet të hartohet nga takimet, bisedat dhe duke parë nevojat e qytetarëve, por cilat i keni vendosur prioritetet kryesore, nëse ju do ta merrni besimin e qytetarëve, çka do të jenë punët e para që do t'i bëni? Unë mendoj që një herë përgjithmonë në mandatin ton 4 vjeçar të mbyllet një herë e përgjithmonë ajo pjesa e cila është bazike dhe jetike të mos kemi më problematike me ujin e pijshëm, duke i marrë parasysh se këtu kemi edhe ende rrjet e cili është me gypa azbest, do duhet që këtu ne të fokusohemi 4 vjeçarin e fundit dhe do zoti që ne pas 4 viteve të mos dalim me premtime paraelektorale për ujin e pijshëm. Kjo është një problematik, besoj që edhe ju pajtoni këtu që në këtë vit dhe në këtë shekull të flitet për sen të gjërat bazike dhe jetike. Burime ka, janë në fshatin Negotin, ka edhe në fshatin Dobridol, ne kemi edhe 2 filter stacione, të cilët i kemi siguruar mjetet, janë të siguruara dhe janë përfunduar projektet, mirë por XY arsye nuk i dim sepse nuk janë në funksion. Kemi burime për ujë të pijshëm, vetëm se sipas duhet të menaxhohen ato dhe të shfrytëzohen. Në aspektin e arsimit,
si qëndron puna në komunën e Vrapçishtit, zoti Demiri, dhe në këtë drejtim në plan programin tuaj me cilin garoni, keni premtuar dhe premtoni edhe nga këtu ndërtim të qerdheve, shkollat, si qëndron infrastruktura arsimore atje? Prandaj unë mundohem në vazhdimsi të theksoj që nuk jam këtu për të mohuar dhe për të bëzi gjithë shka, nuk mund të mohojmë se është bërë punë, mirë por në qoftë se sa i përket infrastrukturës të arsimit ne ka investim në infrastrukturë të arsimit në rregullim të shkollave, edhe pse ata projekte të cilat kanë kaluar si në institucionet arsimore, si në qerdhe, si në Pallatin e Kulturës, lënë shumë për të dëshiruar se si janë realizuar ata. Unë nuk dua të bëj as rolin e kritikuesit ose rolin e prokurorit e gjykatësit, mirë por le shumë për të dëshiruar se si janë në aspekt të infrastrukturës. Ndërsa në aspekt të nivelit të arsimit, edhe në nivel shtetëror, edhe në nivel komunal, duke marrë parasysh që jemi komunë rurale, ne kemi goxha problematike. Unë mendoj që një herë për gjithmonë duhet që arsimtarët të cilët nuk ushtrojnë profesion aty, por ata kanë mision dhe ata kanë dhënë shumë kontribut në për çdo lloj sistemesh e stuhish, ata na kanë edukuar dhe na kanë sjellë këtu. Unë apeloj që ne gjithë së bashku t'i lëmë dorë lirë të punojnë misionin të cilët e kanë marrë, duke e depolitizuar arsimin. A është i politizuar arsimin në Vrapçisht? Po tani çdo qytetar ka të drejtë të jetë antar i një subjektit politik dhe këtu nuk ka asgjë të keqe, mirë por kur them depolitizimin e arsimit nuk dua të them që nuk ka nivel, por dua të them që as nuk do largojmë nga puna, por ne bashkërisht duhet të vendosim një sistem të ri shoqëror, ku në suazat të atij sistemi shoqëror çdo individ do të mund të gjejë punën vet. Dhe krahas kësaj, unë mendoj që ne nuk duhet të japim kontribut që njeriut t'i gjejmë punë, mirë por vendit të punës t'i gjejmë një njeri adekuat, dhe në këtë formë dhe në këtë mënyrë dhe duhet të zhvillohet arsimi. Kam edhe një ide të cilën jemi duke e hartuar bashkërisht dhe të fusëm në program, mirë por këtu do më duhet edhe ndihma e pushtetit qendror dhe gjelësisë Ministrisë së Arsimit. Unë jam për atë logjik që të kemi profilizimin e nxënësve. Çka dua të them me këtë? Me këtë dua të them që në qoftë se në sistemin edukativ arsimor duhet të bëjmë edhe orientim profesional. Për arsye, në qoftë se një individ, një nxënës, ka prirje më shumë për shkencat natyrore, ne të mundohemi që ta orientojmë për shkencat natyrore. Në qoftë se dikush ka prirje, domethënë në bazë të prirjes ne të bëjmë edhe orientimin profesional. Në përshtatje dhe përbudhje sigurisht me nevojat e tregut. Po, nga aspekti arsimor ju veçua që në infrastrukturën e shkollave gjendja nuk është për të ardhur keq, po deri diku është në rregull, megjithatë ju premtoni që më tepër do të investoni në aspektin e rritjes së cilësisë së arsimit dhe këtë strategji. Po si qëndron puna në programin tuaj, keni parapar projekte infrastrukturore për ndriçim publik, çështja e mjedisit është çështje që ju shqetëson në Vrapçisht? Në kuadër të komunës së Vrapçishtit ne kemi një ndërmarrje publike cila menaxhon me këta lloj problematikash. Me sa kam unë informacione, ne për ndriçimin publik kemi një koncesioner, i cili nuk është në kuadër të ndërmarrjes publike dhe nuk ka rrjedhje të mjeteve financiare për këtë. Nuk e di se si është bërë, mirë po kjo pak është e rëndësishme. Pjesa tjetër është edhe menaxhimi me mbeturinat të anvistrisë, edhe ajo është me koncesion, deri diku është mirë relativisht, mirë por fatkeqësisht na paraqitet neve problematikat e aspektit të ekologjisë, siç thatë ju, dhe neve her pas here
nuk e di se ku është faj, her pas here neve në paraqiten edhe deponi të egra në për fshatrat, sa kalojnë shtëpiat poshtë në pjesët periferike. Unë besoj që këtu do duhet fillimisht me Ministrinë e Ambientit Jetësor, Ekologjin, që ne fillimisht ti pastrojmë ato tokat të cilat janë si lloj të deponive të egra, sepse ata kanë qenë toka bujqësore dhe ne do duhet që përsëri t'i kthejmë në toka pjellore. Zoti Demiri, nga regjia më informojmë që jemi në pjesën e fundit dhe tani do të parashtoj disa pyetje të shpejta të drejtë për drejta, prandaj kërkoj edhe përgjigje të kësaj natyre. Kush është fajtor për gjendjen e vrapçishës sot? Fajtori si zakonisht është jetim dhe askush nuk e merr fajin. Ne nuk mund të pavarësohemi. Jo, sipas jush, sipas prizmit tuaj, unë nuk po kërkoj që ju ta merrni fajin personalisht, ose nëse mendoni që ju jeni fajtor, normalisht e keni të drejtën të deklaroni si i tillë. Po, nëse ka probleme të kësaj natyre që përmendet në komunën e Vrapçishit, kush e mbart fajin? Unë doja të jemi distancuar nga kjo pjesë, sepse nuk mendoj që çdo merit të adresohet në individ ose në një pjesë të shoqërisë, por edhe fajin nuk do dua të adresoj Nuk po përmendni një emër të përveçëm. Nuk përmendi për arsye se ne si zakonisht kur bëjmë punë të mira dhe të hajrit, mundohemi që të adresojmë vetes, dhe kur bëjmë ndonjë punë e cila ka efekte, mundohemi që të shpërndajmë. Nuk është që një individ, po mundesh të përmendesh edhe grupacione ose parti politike ose ku e di çfarë, po ne nuk po ja imponojmë një përgjigje të kësaj natyre. Nuk dëshironi të përgjigjesh, dakord. Nëse ju do ta merrni besimin e qytetarëve, në 100 ditët e para, a do shkarkoni drejtar? Unë mendoj që kur thash që ne nuk do nxjerrim nga puna, e kisha për qëllim që njerëzit të cilët janë në profesionet e tyre, ata do të ngelin të lirë, ndërsa sa ju përket menaxhuesve dhe drejtuesve të institucioneve publike përkatëse, ata do duhet që të zgjidhen në bazë të konkursit dhe ajo që vlen të theksohet duhet të fillimisht të jenë nga brenda institucionit dhe vetë stafi i brendshëm të zgjedh atë i cili mendon që do i përfaqësoj pavarësisht gjirave partijake. Ne duhet të vëmë standard, ai që është më i mirë, atit japim. A do t'i publikoni online gjitha tenderët dhe shpenzimet komunale për të arritur transparencën në komunë? Unë mendoj që i vetëmi problematik i cili të len shumë të dyshojsh është transparenca, për arsye se ne për shumë punë të cilet janë realizuar dhe ku thash që edhe investimet të cilet janë bërë në aspekt infrastrukturor, në aspekt të ndarjes tenderimeve, në aspekt të pronave publike të cilet menaxhon komuna, se si janë shita të toka dhe se sa para janë inkasu për atyre tokave, sa është... Po, zoti Demiri, ju paralajmëroj që përgjigjet duhet të jenë më të shkurtra, po shkak të atëherë unë jam dakord që duhet të jenë transparente edhe në faqen zyrtare të komunës, që mos vijë që në emisione debative të mësojmë sa është borxhi dhe ku ka shku parat e qytetarëve. A keni koalicion të fshehta pas zgjedhjeve? Nuk jam njëri i tavolinave të koalicioneve të fshehta, gjithçka që do bëhet, qoftë koalicion, qoftë ndonjë marrëveshje, ne do e kemi. Sa ndërmarrje ka komuna e Vrapçishit dhe sa prej tyre i keni paraparë për gratë? Edhe pse këtu do duhet të dalim jashtë ligjive të cilat i ka parapa që 30% e grave të jenë të inkuadruara në proceset politike dhe në proceset e menaxhimit. Unë besoj që gratë dhe gjinia femërore ka shumë nga ata të cilat janë më burnesha se ne, dhe unë premtoj që deri në fund të mandatit 50% minimum do jenë të përfaqësuara gratë të cilat janë heroina dhe kanë mbajtur shtillën e këtij vendi. A e konsideroni rivalin tuaj të denjë për këtë pozitë? Por derisa qytetarët 2 mandate i kanë dhënë besim dhe unë mendoj që është dhe ka qenë i denjë, mirë, por nga aspekti im unë mendoj që edhe në shtetet demokratike të zhvilluara 2 mandate janë mjaft, atë çka pat të ofroj kundër kandidati atë e ofroj. Unë do shkoj edhe më larg, që 1 mandat është pak, 2 mandate
janë shumë dhe besoj që ai më nuk ka çka të ofroj sepse i ka harxhu dhe është konsumuar në atë se sa mund të ndihmoj. T'ja lëm gjeneratave të reja dhe të ketë ndryshim në aspekt të energjisë pozitive për ndryshim. Dakor, ne këtu e përfundojmë zotë Demiri. Sa për qytetarët, unë do doja që në moment që na japin një mandat qytetarët, duhet të vendoset edhe këtu një standard i ri. Qytetarët din të vlerësojnë, din të japin përkrahje, mirë po din edhe të dënojnë. Mirë po, defekti i cili është, ato neve do na përkrahin për një mandat 4 vjeçar. Dhe unë jam i thari asaj idees, që të mos pritet 4 vete në qoftë se një kryetar komune devion nga jo rruga të cilët duhet të trasoj që ka marrë besim, mirë por të inkorporohet edhe referendumi që të vim, që ata që të zgjedhin të mos të mundet edhe të shkarkojnë pa e përfunduar mandati për arsye që mos na lejojnë 4 vite të presin dhe të krijojmë ne boshllëqe që pastaj pasardhësinë të mos mund t'i reparojë. Po për këtë ide mbase duhen iniciativa nga pushteti qendror për ndryshime në ligjin e veçeverisjes lokale. Zoti Demiri, faleminderit për kohën tuaj, suksese në garë. Faleminderit edhe ju për mundësinë dhe hapësirën e kohës. Ishte kënaqësi. Kënaqësia. Ndërkohë, ju shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni me ne për ta ndjekur intervistën e radhës me ish-kryetarin e komunës dhe kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim, zotin Isen Shabani, ku redaksia e televizionit Shenja ngjashëm ka përgatitur një biografi të cilën ju ftoj ta dëgjojmë bashkërisht.